E shikon këtë Kosovë që tjetë ajo mina me sahat e grupit ku është aktualisht? Që Kosova mbase ka qenë e pritshme nga publiku, nga tifozë, nga lojtarët, që 2 ndeshjet e para mi marr ndoshta 2 pikë. Barazim me Zvicër, edhe them me luftu për barazim me Suedi. Ndodhi diçka që na prit humbja me Zvicër, jo me atë rezultat, po s'u shprit fitoria me Suedi, asesi, sepse krahas faktit që Suedia është shtet, kuptohet, mos thon elit, po është që merr pjesë në botror evropian. I patë edhe Isak Gyökeres Elanga pa disa lojtarë që nuk pat përshmëri, sidomos për shkak të humbjes 4-0 që u krijoi një farë atmosferë pak e keqe, në anën tjetër mungoi Zhegrova, Rashica, po fitoria kundër Suedisë, unë isha aty prezant në stadium, ajo fitore ka qenë dikush mund të thotë 2 gola me kundër Sulm, po s'ka rëndësi, e ka gjetë formulën e fitores. Mendoj që bile sumber raste se shkonte në shut të 4. Mendoj që kur një kombëtar e vogël dhe me një shtet i vogël e gjen formulën e suksesit me shtete më të mëdha që spritet, aty është hapi kryesor që më bëu diçka më të madhe. Tash kemi ndeshje me Sloveninë, që themi në letër jena favorit, prej pak ndeshjeve me Sheffield dhe me Oblakin. Mendoj që pritet fitore, dhe mendoj që fitoria kishte më qenë epokale. Pastaj ndeshja që mendoj që ka me definu këtë cikël kualifikues ka me qenë mysafir me Suedin, që para 4 viteve patëm humb 3-0. Po atmosfera është e mirë, që thao ti po kthehet Zhegrova që është për mua futbollisti individual më i mirë te Kosova.